Sekretet e fshehura që nuk i mësojmë në shkollë. Imagjino se historia që ke mësuar nuk është asgjë më shumë se një sipërfaqe. Një tablo e shkurtër me ngjyra të forta, por pas një dimension të thellë. Historia e një vendi si Shqipëria, me mijëra vjet rrënjë, me luftra, mite, mistere dhe fshehtësi që ngjallin kurreshtje, është mbushur me detaje që shpesh nuk tregohen kurrë zyrtarisht dhe kurrë në librat e shkollës. Kur flet për historinë tonë, zakonisht dëgjojmë për Skënderbeun, pavarësinë e vitit 1912 dhe periudhën komuniste, por shumë ngjarje, simbolizma dhe mistere që formësuan identitetin tonë, i mbajmë të fshehura ose i konsiderojmë thjesht legjenda. Sot do të zbulojmë 5 sekretet më të fshehura të historisë sonë, historitë që shpesh janë harruar, nënvlerësuar apo fshehur për arsye politike, sociale apo kulturore. Historia nuk është vetëm një kronik e fakteve, ajo është jeta e njerëzve, traditat, mitet, por edhe ajo çka njerëzit në pushtet duan të fshehin. Dhe për të kuptuar sinqerisht se kush jemi, duhet të shohim jo vetëm ato që na kanë treguar, por edhe ato që nuk na janë treguar. Sekreti i parë. Miti i Rozafës, një histori shumë më e vjetër se sa mendojmë. Historia e Rozafës na është treguar si një legjendë popullore, një grua e murosur për të mbajtur një kështjell në këmbë, një sakrificë për të mirën e përbashkët. Por ajo që rrallë thuhet është se kjo histori nuk është thjesht shqiptare, dhe as rastësi. Miti i sakrificës njerëzore për ndërtimin e fortesave ekziston në shumë kultura të lashta ballkanike dhe indo-evropiane. Studiues të folklorit si Mircea Eliade dhe Albert Lord kanë dokumentuar se ky motiv shfaqet në zona ku ndërtimet monumentale kërkonin jo vetëm teknik, por edhe justifikim shpirtëror. Në këtë kuptim, Rozafa nuk është thjesht një personazh, ajo është simbol. Kështjella e Shkodrës, e njohur sot si Kalaja e Rozafës, daton që nga periudha ilire, rreth shekullit të 4 para erës sonë. Burime arkeologjike dhe historike tregojnë se ajo u ndërtua dhe rindërtua nga ilirët, romakët, bizantinët dhe osmanët. Legjenda u trashëgua brez pas brezi, duke u përshtatur me kohën, por duke ruajtur thelbin, sakrifica për qëndrueshmëri. Ajo që e bën këtë sekret interesant është fakti se në shekullin e 20, gjatë periudhës komuniste, interpretimi i mitit u zhvesh nga dimensioni i tij shpirtëror. U paraqit si folklor i thjesht, pa thellësi simbolike. Arsyeja, regjimi nuk toleronte mite që flisnin për sakrificë të detyruar dhe pushtet kolektiv mbi individin, sepse pasqyronin shumë mirë realitetin e kohës. Rozafa në thelb tregon një të vërtetë të hidhur që na ndjek ende sot. Shumë herë, shoqëria jonë ka mbijetuar duke sakrifikuar individin, dhe kjo nuk është thjesht legjendë, është model historik. Ky është sekreti i parë. Ajo që quajmë në thonjza prrall, është në fakt një pasqyrë e brutalitetit dhe qëndrueshmërisë sonë historike. Sekreti i dytë. Ilirët, pse lidhja jonë u zbe qëllimshëm. Shumë shqiptar janë rritur duke dëgjuar se jemi pasardhës të ilirëve. Një fjali e thënë shpejt, pa shpjegim, pa thellim, pothuajse si formalitet. Por ajo që nuk thuhet shpesh është se kjo lidhje historike ka qenë për dekada objekt debati politik, jo vetëm shkencor. Ilirët nuk ishin një fis i vogël. Ata ishin një grup i madh popujsh që shtriheshin nga brigjet e Adriatikut deri në Ballkanin e Brendshëm. Burime romake si Straboni, Plini Plaku dhe Apjani i përshkruajnë ilirët si luftëtar të fortë, detar të aftë dhe popull që i rezistoi Romës për më shumë se 2 shekuj. Pas pushtimit romak, ilirët nuk u zhdukën. Ata u romanizuan pjesërisht, por shumë elemente kulturore, gjuhësore dhe zakonore mbijetuan. Pikërisht këtu fillon problemi, sepse vazhdimësia kulturore nuk është gjithmonë e rehatshme për narrativat politike. Gjatë shekujve 19 dhe 20, në Ballkan u ndërtuan identitete kombëtare të reja, secili kërkonte rrënjë sa më të lashta. Në këtë proces, historia u përdor si mjet. Disa lidhje u theksuan, disa të tjera u zbehën. Teza e vazhdimësisë iliro-shqiptare u trajtua shpesh me rezervë, jo sepse mungonin provat, por sepse prania e saj sfidonte pretendime të tjera territoriale dhe historike. Gjuhëtarë si Ekrem Çabej dhe Shaban Demiraj kanë argumentuar se gjuha shqipe përmban elemente shumë të vjetra indo-evropiane që nuk shpjegohen me migrime të vona. Toponimet, emrat e lumenjve dhe maleve në territorin shqiptar kanë rënë që i paraprin ardhjes së slavëve në Ballkan. Por kjo narrativ kërkon durim, studim dhe kontekst, nuk është slogan.
Dhe pikërisht për këtë arsye, shpesh është thjeshtuar ose lënë në hije. Jo sepse është e rreme, por sepse është komplekse. Sekreti këtu është ky. Lidhja jonë me Ilirët nuk është mit romantik, por as dogma absolute. Është një vazhdimsi e ndërlikuar që kërkon analizë serioze. Dhe fakti që është trajtuar me kujdes të tepruar për kaq gjatë, tregon sa e ndjeshme është ende. Sekreti i tretë. Historia e rishkruar, kur ideologjia zëvendësoi të vërtetën. Historia nuk është gjithmonë ajo që ka ndodhur. Shpesh është ajo që është lejuar të tregohet, dhe në historinë tonë moderne ka një periudhë ku e vërteta u filtrua, u përzgjodh dhe u riformua sipas nevojave të pushtetit. Gjatë regjimit komunist, historia shqiptare nuk u studiua vetëm si shkencë, por u përdor si mjet ideologjik. Figurat historike u ndanë në dy kategori të rrepta: heronj dhe armiq. Nuk kishte zona gri, nuk kishte kompleksitet, ose ishe në anën e duhur, ose zhdukeshe nga librat. Shumë personalitetet të rilindjes kombëtare u interpretuan vetëm përmes prizmit politik. Roli i fesë në ruajtjen e identitetit shqiptar u minimizua. Kontributi i diasporës para vitit 1944 u relativizua, ndërsa periudha osmane u paraqit vetëm si errësirë absolute, pa nuanca, pa dallime rajonale, pa kontekst historik. Por historia reale nuk funksionon kështu. Ajo është ndërlikuar, ka kontradikta, ka interesat përzjera, dhe pikërisht këto elemente u hoqen qëllimisht, sepse një shoqëri që mendon në mënyrë kritike është e vështirë të kontrollohet. Arkivat tregojnë se shumë dokumente u klasifikuan, u mbyllën ose u interpretuan selektivisht. Studime alternative nuk lejoheshin. Debati akademik u zëvendësua me version zyrtar. Dhe për dekada, brezat të tërë mësuan një histori lineare, të thjeshtuar, të pastër nga dilemat. Sekreti këtu nuk është se historia u falsifikua plotësisht, por se u ngushtua, u hoq thellësia, u hoq debati, dhe kur historia humbet kompleksitetin, ajo humbet edhe të vërtetën. Vetëm pas viteve 90, studiues shqiptar dhe të huaj filluan të rishikojnë periudha, figura dhe ngjarje që më parë konsideroheshin të mbyllura. Dhe çdo rishikim tregoi të njëjtën gjë. Historia jonë është shumë më e pasur, por edhe më e vështirë për të pranuar se sa versioni që na u tregua. Sekreti i katërt. Shqipëria që u nda pa pyetur asnjë shqiptar. Pak njerëz e din këtë, por një pjesë e madhe e fatit të Shqipërisë nuk u vendos në Tiranë, as në Shkodër, as në Vlorë. U vendos në tryeza të huaja, në konferenca ku asnjë shqiptar nuk kishte zë real. Në konferencën e Londrës më 1913, fuqitë e mëdha njohën Shqipërinë si shtet, por njëkohësisht ja pren territorin pa mëshirë. Kosova, Çamëria, viset shqiptare në Maqedoni dhe Maltëzi u lanë jashtë kufinjve. Jo sepse nuk kishin shqiptar, por sepse ekuilibri politik i Evropës vlente më shumë se realiteti në terren. Fshatra të tëra u zgjua një mëngjes dhe nuk ishin më në të njëjtin shtet me familjen e tyre. Njerëz që flisnin të njëjtën gjuhë, këndonin të njëjtat këngë dhe varrosnin të vdekurit sipas të njëjtave zakone, u shpallën papritur të huaj. Ky nuk është mit, është dokumentuar në arkiva britanike, austro-hungareze dhe franceze. Por në librat shkollor, ky fakt shpesh përmendet shpejt, pa u kuptuar thellësisht çfarë traume krijoi. Sepse kur një komb ndahet pa pyetur, plaga nuk mbyllet kurrë plotësisht. Para më së 100 vjetëve pashkollasa do të këndonte. O moj Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kryni, je ke pas qenë një zonjë rand, burrat e dheu të thirrshin nan, ke pas shumë të mira e shumë begati, me vajza të bukra me djemtri, ja e ven shumë, ara e bashtina me armë të bardha me push latina, me burra trima me gratë të lira, ti ndër gjithë shoqet ke qenë maj mira. O sot Shqipni, o më thuj si je, o si kur lisi i rëzum për dhe. Shkon shqiptari Sipri me kam të shklet, e një fjalë të ambël kërkus ta flet.
si mal me bor, si fush me lule ke pas ken veshun, sot jem me crule. Est kametun, as semën, as bes, veti kena prish për faqet zez. Shqiptar, ndër vllazën jeni tu vra, kret jeni coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njeni jam turk, tjetri latin, do quhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni vëllezër të gjithë mort mjerë. Vjen shqiptari zi, ju shtrohet në votër, ju rëmben vajzë, ju rëmben motër. E qanë sot rinia, qanë bashkë me ne, sera Shqipnia me faqen dhe, e si kamet as buk, as hiq, as zjarm në votër, as drit, as pish, as gjak në rfaqe, as nder në shok, por as tërzumun, as bamun trok. Oh, mblidhun ju varza, mblidhun ju gra, me ata sytë bukur që dini me qa. Qani ju vajtoni Shqipnin e mirë, që kam bete shkret pa emër pander, që kam bete vesi gru pa bur, si nan që djal nuk pati kur. Kujti ban zemra, me lan me dek, këtë farë trimneshe që sot a shmek, këtë nan të vujtun, a do t'alam që shqiptarin yt, ta shklas me kam, jo kur! Këtë marë, as kush se do, këtë faqet zez, gjithë kush malko, qonju shqiptar, prej gjumit, qonju! Qizë si vllazën, një besh shtërnonju, e mos braktisni, jo, kisha e xhamia, veç e para fe për shqiptarin, a shqiptaria. Sekreti i 5. Shqiptarët që ndryshuan historinë pa u quajtur kur shqiptar. Historia jonë ka një paradoks të dhimbshëm. Shqiptarët kanë qenë kudo në botë, por shumë prej tyre nuk janë njohur kurrë si shqiptar. Nga perandoria osmane, te Egjipti, Italia, Greqia deri në SBA, shqiptarët kanë qenë general, arkitekt, strateg, mendje politike dhe financiare. Por emrat e tyre u regjistruan ndryshe, si osman, si italian, si grek, si turq. Familje të tëra shqiptare u asimiluan jo sepse harruan kush ishin, por sepse historia shkruhet nga ata që kanë pushtetin, jo gjithmonë nga ata që kanë të vërtetën. Në shumë raste, dokumentet tregojnë origjinë shqiptare, por kombësia fshihej për arsye politike, fetare ose strategjike. Kjo është arsyeja pse sot dëgjojmë. Edhe ky ishte shqiptar, po ky si ka lidhje me ne, sepse historia jonë nuk u zhduk, ajo u shpërnda, u maskua, u hesht. Dhe ndoshta sekreti më i madh nuk është çfarë kemi humbur, por sa shumë i kemi dhënë botës pa marrë asnjëherë meritat. Historia jonë nuk është e vogël, është e copëzuar, dhe çdo copë që ribashkohet sot është një hap më afër së vërtetës. Nëse ke dëgjuar për një figurë historike që mund të ketë qenë shqiptare, shkruaja në komente. Le ta rinjortojmë historinë bashk.